Nga maja e maleve shqiptare, aty ku qielli prek tokën dhe era mban aromën e borës, të lules dhe të legjendës, aty ku valbona thith qumshtin e ortekut dhe pjeshkët ruajnë sekretet e shekujve, lindi një zë. Një zë që nuk u kënaq të shihte, por deshi të ruante kujtesën e kombit. Ky zë quhet Ilir Buçpapaj. Malësia e Gjakovës, tropoja, me thepat që shpojnë ret, me lumejnë të kulluar, me pyje që frymojnë si gjoks njeriu, me rodina plot lule, e rritën Ilirin si që rritet një lis, i drejt, i fort, i heshtur, krenar e i pathyeshëm ndaj dallëve të jetës. Në këtë tokë, më 15 shtator të vitit 1952, në qytetin e Bajramcurit, në një familje punëtore e patriotike, lindi Iliri, fëmia i parë i Xhemailit dhe i Fatimes, i cili u prit plot gëzim në jetë. U rrit me sakrifica, mes mungesës, por dhe mes dinjitetit dhe dashurisë. Si fëmia i madh, Iliri u bë shembull për motrën, shpresën dhe vëllezërit Ismailin, Avnin e Astritin. Astriti u nda nga jeta në moshën 16 vjeçare, nga një sëmundje e pashërueshme. Kjo gjë e të rënditi shpirtërisht familjen. Ja si e përshkruan fëmirin Iliri në shtypin e kohës. Kam pas një fëmiri të pasur, pasi jeta ime ishte në mes të qytetit të Bajramcuri, të Planit e Bjeshkës, Trokuzit, cili do lavdron gjyshin e gjyshen, pasi gjyshi im Bubreci, për kohën, bëhet fjalë për vitet 1900, ishte më i shkolluari se bashkëfshatarët e tjerë, pasi kishte kryer mejtepin në Gjakovë dhe ishte shkolluar edhe për disa kohë në medresen e Shkupit. Ai kishte dashuri për dijen dhe për librin. Ishte pjesëmarrës në luftën kundër ushtrisë turke në vitin 1910, ku mori 2 plagë në trup në qafë të Morinës. Edhe gjyshja Shkurt Isufi ishte një grua fisnike dhe e fortë, me origjinë nga fisi me zë të madh të buçajve të Iballës. Ajo më deshi më shumë se nipat dhe mbesat e tjera. Mes dashurisë së gjyshëve dhe kujdesit të prindërve, fillova klasën e parë, thot Iliri, ku fati e solli që të kishte një mësuese ndër më të mirën që ka pasur gjatë të tërë jetës, e cila quhej Dila Kola. Iliri shprehet se pasi kisha pasur rezultate të larta në klasën e parë e të dytë, më lindi dëshira për librin. Lexova çfarë më dilte para, libra për fëmijë, dhe me kalimin e viteve u bëra mik i vërtet i librit, të cilin nuk e shkëputa tërë jetën. Iliri gjimnazin e vazhdoi edhe mbaroi me ritmin e vrullin e 8 vjeçares, duke qenë në ajkën e klasës si nxënës. Jeta në ato vite ishte me vështirësi të mëdha ekonomike për çdo familje, e kjo detyronte që një pjesë e madhe e fëmijëve, sidomos në muajt e pushimeve, të punonin për të ndihmuar ekonominë familjare. Prindrit e Ilirit, Xhemaili e Fatimia, për asnjë moment nuk e ndalën për kujdesjen ndaj fëmijëve. Babai Xhemaili, në kushte të vështira, mbaroi arsimin e lartë në degën agronomi e derisa doli në pension, punoi si drejtues në ekonomi. Ndërsa nën Fatimia, punoi si edukatore në Kopësht. Ishte merit e tyre që me përkujdesje të madhe, rritën dhe edukuan 5 fëmijë. Për ta, arsimimi ishte gjithçka që të hapte dyert e jetës. 8 vjeçar dhe gjimnazin i kryen bark. Në shumicën e raste ki qenë dhe shok banke. Ishte një i veçantë, kishte talent në studim, ishte edhe sportisht, ishte edhe masovik, i ndihmonte shok,
i të shokë, dhe ishte karakteristike e tij se nuk kishte frymë komanduese. Për 8 vjet me radhë ka qenë, mos me thani pari, ndër 2-3 ma dallojt. U munduan të angazhojnë në këto organizma, si kujtesa klasë, me rinjë e tjera. Asnjëherë nuk ka pranuar. Njerëz si Bosh Papaj, historia lind rrallë. Humbja e tij, mërzia e tij nuk i takon vetëm tungut familjar, vetëm një midis i caktuar, po i takon marrë kubit. Kemi qenë 4 vjet në gjimnaz bashkë, shpesh herë dhe në një bankë. Ne patëm fatin që ishim herës pari në një klasë elit. Gjithë kohën që ishte në gjimnaz, ishte ndër nxënësit më cilësorë të asaj klase. Ishte pjesë e elitës klasës. Mësonte të gjitha landet. Iliri ishte një shok i mirë së pari. Ishte i sinqert, ishte bashkëpunues, ishte mjaft energjik. Ne merreshim edhe me sport, merreshim me art, merreshim edhe me lojra të tjera të natyrës të ndryshme. Iliri ishte në ekipin e basketbollit të qytetit edhe të rrethit Tropojës. Donim që të ishim pavarur edhe nga familja, edhe nga ana ekonomike. Me këtë logjik, ne ikem dhe në shkollën lartë. Iliri, pas mbarimit të gjimnazit, vazhdoi fakultetin në gjuhëletërsi në Tiranë. Ky fakultet kishte ajkën e Shqipërisë me pedagogë si Shaban Demiraj, Etem Lika, Thoma Rushi, Mizafer Xhaxhiu, Nexhib Gami, Ali Gjiku e të tjerë. Krahas studimeve gjatë asaj kohe, Iliri aktivizohet në shtypin e kohës. Shokët e grupit në shkollë dhe në dhomë në konvikt ishin Hamid Alia, Filip Qakuli, Skënder Buçpapaj, Valter Memisha e të tjerë. Auditori i fakultetit ku studioi Iliri dhe shoqëria përreth tij ishin në nivelin më të lartë të asaj kohe. Kjo bëri që në arritjet studentore Iliri të ishte me rezultate shumë të mira. Ilirin e kam njohur në fakultetin Histori e Filologji. Për fat, e unë e quaj fat, na vun në një dhomë të përbashkët ai edhe një tropojan tjetër Hamid Aliaj. Fillimisht, kur na futën në një dhomë, nuk e kishim në dorë të zgjidhim, se si njihnim njëri tjetrin. Por vitin tjetër ne mund të zgjidhim shoqërinë dhe ne ndenjëm prapë në një dhomë 4 vjet. Pastaj na erdhi në dhomë edhe Skënder Buçpapaj. Të gjithë Buçpapaj poet, shkrimtar, gazetar, edhe më bën përshtypje se jeni të patën 4-5 veta njofun. Sa ka ndikuar shoqëria pra brenda një dhome që ishte edhe një grup dhe pedagogët e mirë që kishit në shkollë? Ka ndikuar shumë për arritjen e nivelit. Ka ndikuar shumë, prandaj kemi dalë student shumë të mirë. Jo vetëm në dhoma jonë, po përgjithsisht edhe ata kishin më dobë, sepse kemi pasur profesor të mëdhenj që na e dëgjuan dhe letërsinë. Iliri, si patriot, si atë dhe dashës që ka qenë dhe e ka treguar me punën që ka bërë në televizion shqiptar për mbar kombëtare, punë mbar kombëtare mu ta quaj, për Kosovën, për shqiptarët e Amerikës, për kështu. Edhe gjithmonë kam pasur një, si thuash, konsideratës fjale huaj, po një ndjesi të mirë duke u nisur nga Skënderi, nga Iliri, Hamiti dhe pastaj edhe Skënderi, të kem si thuash tropojën një veç Sarandës ta kem si vendin tim. Iliri, pas mbarimit të fakultetit në vitin 1978, punoi 4 muaj mësues në fshatin Shoshan, edhe më pas mësues në shkollën e mesme në Fierz. Ato vite, Fierza ishte kantieri madh pune, me të ardhur nga gjithë Shqipëria në ndërtimin e hidrocentralit të Fierzës. Përveç punës me pasion në këtë institucion, ai u mor edhe me shkrime të shumta në shtypin e kohës, për punën e madhe në kantierin e Fierzës. Puna e mirë si mësues dhe reportazhet e artikujt e shumtë në shtypin qendror të kohës tërhoqën vëmendjen e radio-televizionit shqiptar,
ku Iliri punoi si telekronist për rrethin e Tropojës. E nga ajo ditë, Ilir Buçpapaj nuk ishte më vetëm gazetar. Ai u bë syri i Shqipërisë, u bë kronisti i jetës, i dhimbjes, i historisë, i bukurisë që nuk duhej humbur. Kronikat e tij nuk flisnin, por frymonin. Dokumentaret e tij nuk tregonin, por dëshmonin. Brigjeve të tua Valbon, me alpinistët në Alpet shqiptare, ishin lutje filmike për atë dheun. Ilir Buçpapaj ka zënë vend tek unë si shok dhe si mik, sepse unë pash se tek ai janë bashk dia dhe fesnikëria njeriut. Mësë miri pasqyroj Alpet e trojeve shqiptare, Alpet e veriut, por dhe jetën në këta Alpe. Kush ma mirë sa ai nuk mundi të ulej kam kryq në odat e malësisë. Personalitete, njerëz të talentuar, njerëz të dobishëm për jetën që kalojnë, meritojnë kujtesë të përjetshme dhe kanë vendin e vet të nderuar në memorien e brezave që vijnë. Ilir Buçpapaj vinte nga një sofër e madhe poetike e trungut të Buçpapaj, trungut familjar të Buçpapaj, me më shumë se 13 poet dhe poetesha të njohur në botën artistike dhe letrare shqiptare. Puna e tij, kontributi i tij e bën të njohur në të gjithë botën shqiptare. Ka bën një punë të jashtëzakonshme për sidomos për rrethin e Tropojës, gjatë kohës që ishte telekronist i rrethit Tropojës, dhe një ndër to, një gjatë madhe ka bën për sportin. Ma e mend që në vitin 84 ne kemi bërë traversën më të vështirë që është bërë deri sot në alpinizëm, ku Ilir Buçpapa me kamrën e tij na ka shoqëruar. Për Ilirin kam respekt gjithë njerëzit që ju ka rënë të paktën me u taku një herë. Këtu në Amerikë ne shpesh jemi takuar nëpër dreka, darka, me shok, me miq, dhe gjithmonë Iliri ka qenë shumë i respektuar. Ka lënë një histori që është zakonshme në televizionin shqiptar, si regjisor, si skenarist, njëri i jashtëzakonisht e përkushtuar për punën. Ndër dhe respekt gjithmonë për figurën e Ilir Buçpapës. Pikrisht në këtë lartësi, në këtë vende, kam kaluar shpesh herë, kam kaluar dhe një pjesë të mirë të rinjësime dhe kujtoj ngjitjet alpinistike dimrore të vitit 82, kur bashkë me grupet më të mira të Shqipërisë, të alpinistëve, kemi bërë marshimin e famshëm Valbon, Ragam, Zhabore, Grops, Maja e Hekurave dhe njëkohësisht kemi bërë kalimin nga Lukbati për në grykët e hapura afër Bonit të Ziçit. Gjitha këto ngjarje i kam fiksuar në film, i kam xhiruar në të vite në kushte jashtëzakonisht të vështira, në lartësi mbi 2200 metra kishim kampingjet dhe gjithë hapësira e luginës e Valbonës, luginës së Shalës, luginës së Curaje ishte mbuluar me mjekulla, ndërsa majet e maleve, Jezerca, Kollata, maja e Hekurave, Kakinja Nikaje dilin si ishuj të vegjël në këto hapësira. Kam kënaqësinë të kem sonte të ftuar në studio, është një kënaqësi vërtet e veçantë për mua, pikërisht gazetarin që realizon me aq kujdes emisionin e Duam Shqipërinë që përgatit dokumentaret, zotin Ilir Buçpapa. Ilir, mirë se erdhe prapë së bashku me të ftuarit tanë. Fillesat e punës me alpinizmin janë që mbushën e rinore. Unë jam nga Tropoja, jam në një zonë ku shpërfaqet mali, lugina e thellë, Honët, kataraktet, shurmojnë ujvarat, pse jo të bjetë dhe ortiqet edhe mund të marrin jetën. Pra një farforme jem ballavaquar me borën e stotit gjatë dimrit dhe me bukuritë e natyrës bjeshtare gjatë sinës verës. Ky klimatizimi imi që i vogël
më ka shtyrë, duke nisë edhe nga një fakt tjetër që vetë Alpet fshejnë në gjirin e tyre legjenda, fshejnë në gjirin e tyre këngët më të bukura dhe më të qëndësishme të kombit ton, epiken legjendare, epiken e rreshnikëve. Duke i parë këto, nështë duke qenë pak romantik në natyra, edhe guximtar për të hyrë në një zonë të vështirë, ndoshta ishte edhe kjo motiv që më ka shtyrë. Dhe unë të them këtë që krahas alpinizmit, që është një pjesë e krijimtarisë time, jam marrë në histori, jam marrë në portreta artistësh, figurash të shqurat kombit tonë. Por kur alpinizmin, kur bjeshtën e emra, kur bjeshtën e tropojës, nuk e kam harruar dhe si kam lanë pa i vetentuar në televizion. Më ke pritur me ditën tënde më të bukur, liçeni Jezercës. Të kam ardhur me ditën tënde më të bukur, loti Jezercës. Bëhëm qielli yt përmbys mbi ty. S'lë as një re në për mua. Një vale zjotja të shkujdeset, një fije bari të këpuz zogu, pije unë bashkë me hapësirën tënde si qelqe në mira copa. Më falë, kam ardhur te për vonë. Mira dashuri rrugës me kanë vonuar. Jam nisur herët e kam ardhur vonë. Më herët ishin zgjuar gjitha të male që i ndesha në udhë. Ja gropat boshe, nga u shkoqen ata t'i vështrojnë të këti shkrepat e lëvëruar të rufeve. Në munges të deleve, gurët e bardh blegrin, si ata në afrohen të me lëpin duart. Unë po i ndalë në shtrungë rrez të borta, po i mjel, i bëj tamel me borë. I lë më njanë fletore në poetit, litarin alpinistit, aparatet fotografik, aparatet e filmimit, gjithë shka që mund të prek sa do pak intimitetin tonë. Riska më shkri në gjijë si ortekun. Val me val, pasqyr me pasqyr, ylber me ylber si rrezet. Pas 100.000 vitesh do të vi, për vetën time të pyes kujtesën tënde. Bëhem syri Jezercës unë, bëhu ti lot në syrin tim. Në shpate borën po e djeg me zjarë bari. Mbili qenë lullet fytur vogla me lypin mua. Mos me kërkoni më. Frymen më morën hiret e floçkës së liçenit. Duart po u bien fyeve të humbur të barinjve. Zëri ka dale po i ndjell delet. Buzët kanë shkuar e po shuajnë etjen. Syt po i çelin të gjitha lullet. Rrugët e deleve për nën borë po mi kërkojnë këmbët për udhë. Po iki përmbys si nusja mbi shalë, përmbys i rënd i lehtë si qielli yt. Të lash me ditën tënde më të bukur liçeni Jezercës. Më përcolle me ditën tënde më të bukur, lot malli i Jezercës. Iliri bashkëpunoi dhe pati ndihmën e gazetarëve me emër të radio televizionit shqiptar si Ndue Ukcamaj, Shqyqyri Skënderi, Alfons Gurashi, Gazmir Shtino, Pali Kuke, Angel Strazimiri, e të tjerë. Iliri tashmë ishte bërë një ndër gazetarët më të mirë të rretheve në radio televizionin shqiptar. Ndryshimet e mëdha demokratike të vitit 1990 bën që radio televizioni shqiptar të tërhiqte gazetarët më cilësor në këtë institucion të vetëm në vend. Në vitin 1992, Iliri fillon punë në departamentin Bota Shqiptare. Të gjitha emisionet që përgatiteshin nga ky departament jepeshin edhe në valët satelitore të televizionit shqiptar. Iliri me kamer andoll të gjithë shqiptarët në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Itali, sidomos në Amerikë, Kanada dhe Australi. Iliri
ishte pasqyra më e mirë e tyre, pasi ata kishin nga 30-40 vjet që punonin dhe nuk i njifte kush në Shqipëri. Kamera e Ilirit, dokumentarët e Ilirit, atyre u dha jetë dhe këtu dhe vetë atje, sepse një dokumentar që transmetohet nga radio televizioni shqiptar, në të sjell kërshëri edhe tek ato njerëz, tek familjet e tyre, ku gjithmonë sfondi ishte flamuri kombëtar shqiptar. Iliri donte Shqipërinë, donte edhe Kosovën shumë. Iliri donte edhe Dardanin. Ishte një djalë shumë i talentuar dhe një djalë i devotshëm që erdhi nga Malësia Gjakovës. Puna në redaksinë Bota Shqiptare ishte një shkollë e madhe. Aty ishin personalitetet shquara të gazeterisë televizive, siç ishte Mduk Çama, siç ishte Dhimitër Pecani, Abdullah Kenaçi, Ilir Grashdani e shumë të tjerë. Pa përmendur dhe regjizorin e shquar e Sateliti dhe Pira Vesha. Tashmë zëri i Ilir Buçpapës shkonte përtej kufive, duke sjellë në ekran për 5 vite rresht me 10 dokumentar mbi jetën e bashkëtetarëve tanë në shtetet e Europës. Në vitin 1997, e gjerë sa doli në pension, Iliri punoi si redaktor, si skenarist e regjizor në departamentin e dokumentarëve. Për 37 vjetë rresht, ai trajtoi me sukses kronikën, lajmin, telereportazhin, portretin e gjerësisht dokumentarin televiziv. Iliri u bë një rast i rrallë në këto vite në historinë e dokumentarëve televiziv, që i realizoi vetë duke bërë detyra si skenarist, operator e regjizor me profesionalizëm të lartë. Iliri ishte regjizor. Dhe regjizori ka shumë komponent për të ardhur tek fjala regjizor. Duke njohur imazhin, duke njohur kolorin, duke njohur vetë kamerën, ai nuk ishte kameraman, ai ishte operator. Ai njihte montazhin. Gjithë thotë të njohësh montazhin. Vetëm një operator i mirë, një regjizor, një skenarist i mirë e një montazhin. Televizioni shqiptar sot ka një emër. Arkivi shqiptar ka një emër. Dokumentari shqiptar ka një emër dhe kamera ka një emër. Është Ilir Buçpapa. Krimtaria e tij nuk është vetëm dokumentari. Ai ka krijuar edhe tek lajmi. Ai ka krijuar edhe tek telereportazhi. Unë në fushën e dokumentarit i thras profesor. Kam patur fatin sepse kam pas edhe kolegë si regjizor. Iliri krijon të ambient. Ai të bënte për vete. Ishte kënaqësi të rrije me te. Ndjeje emocion, sepse ishte shumë inteligjent. Ai të afronte miqësi, të afronte bashkëpunim, por çdo gjë mbi korreksin. Iliri ishte racional. Racional në krimtari, racional në shoqëri. Ilir Buçpapa dhe televizioni shqiptar, e them me bindje dhe kjo është e vërteta, janë dy anët e një medalje. Ai nuk e njihte lodhjen, ishte plot energji e fantazi. Iliri nuk lap lëm të tokës atë dheut pa e shkelur me kamera nga jugu në veri, në Kosovë e në trojet shqiptare në Maltëzi e Maqedoninë në Veriut. Tiparet dalluese të Ilirit ishin modestia, thjeshtësia, komunikimi me të gjitha shtreset e popullsisë, këmbgulja e palodhshmëria për ta kryer punën me cilësi sa më të lartë. Një ndër personalitetet më të mëdha të punojësve të radio televizionit krijues, zbatues, ka qenë
operatori, skenaristi dhe regjizori Ilir Buqpapaj. Flas me një konsiderat të madhe për te pasi e njoh dhe shumë vite radio televizioni ka transmetu programet e tia njëri më i mirë se tjetri. Ilirin e njoh nga afër, e kisha mik, ishte djalë jashtë zakonisht korrekt në punën dhe i papërtushëm. Ai kishte një sy të shkëlqyer në kamerë. Kamera ati ishte në ritëm, ishte e zhdërvjellët, kishte planet bukra, kërkonte. Iliri kishte mbi të gjitha në trurin e tij dhe barkun poetik të derës madhe të Buqpapajve që njihen si një derë madhe poetsh. As kërkush nuk e sillte Jehonin ose vargun e bukur të Kreshnikit ose Dardanis si e sillte Iliri. Iliri ishte edhe i regjizor shumë i mrekullueshëm. Unë kam punu me Ilirin shumë kohë dhe kam bërë mjaft dokumentare të cilët Iliri më ka lanë për shqipje të mrekullueshme. Ilirin e donja për shumë arsye. E para ishte korrekt në punë. E dyta, ai vrapote me kamerën dhe në sheshin e xhirimit Ilirin nuk e kishe kur 3 minuta në një vend. Ishte ajo kërkesa që kishte syri i tij, mendja e tij dhe talenti i tij. Në arshiven e radio televizionit shqiptar, herojt klasik të luftës, po thonë Sa Buletini, Bayram Curri, Hasan Prishtina, që sot ti i ke në arshiv si një memorandum historik dhe të gjitha këto kanë ardhur nga syri, nga mendja e Ilir Buqpapës. Dokumentaret e Ilirit kishin sfond tjetër, kishin edhe sfondin historik, kishin edhe sfondin Dardan. Aq bukur i ka trajtuar edhe Jugun, sa e kanë trajtuar edhe vetë gazetarët e Jugut. Ishte djalë i shoqënisë, ishte djalë që të ngjote me vëmendje, ishte i heshtur, u dukte racional, po me kamera tia i vraponte. Ishte alpinist, bor ndoshta në 360 cm bor, a e të kishe me kamerë të hec, kam një plan shumë të bukur, thoten atje. Thoshe ti si është e mundur ky njeri me hec 1 orë në bor për 1-2 plane. Ata 2 plane e veçoshin Ilirin në raport me të tjerët. Dhe as kërkush nuk vrapoj dhe nuk e solli kohën më bukur se ritmi i të mrekullueshmit operator, regjizor dhe skenarist si Ilir Buqpapa. Inventari i telereportajve dhe dokumentarëve për 37 vite pune i kalon të 750-ët, duke e radhitur Ilirin një ndër gazetarët më produktiv të televizionit shqiptar. Nuk ka nevojë të kërkoni shumë për Ilirin. Thjesht të shkoni në arkivin e TVSH-s. Dhe unë hapat e parë për dokumentarin, unë e kam pas në rolin e profesorit. Edhe çdo iniciativë që merja për të bërë dokumentar ose telereportazh, ndoshta duket e pabesueshme, por për mua është realitet. Unë komunikimin e parë kisha me Ilirin. Sa herë shkoja në arkiv, edhe klikoja për tematikat ndryshme, nëse dilnin 10 dokumentar apo telereportazhe apo kronika, 6 ose 7 ishin të Ilir Buqpapës. Në këtë rubrik e Duam Shqipërinë të Ilirit, që kishte dhe tematika të tjera, patëm rreth 19 prani në këto emisione. Më vonë menduam që të krijonim edhe materiale për dokumentar për sa i përket zonave të mbrojtura tipike, më tipike të teritorit Shqipërisë. Ai, kur venim në teren, përveç kamerës, pajisjeve që kishe, i mirë dhe gjitha që mund t'jenë mbi 50 kg, fillon dhe punën, dhe unë i thoshe në njerë, ti je kafsh në teren, në punën që bënde. Më vonë, ktheheshim në darkë në hotel, apo ku mund të flinim, pra Iliri kishte marrë me vete literaturë përkatëse për këto problematik dhe gjithmonë vazhdonte për skenarin. E dyta në mëngjes
ato që bënde, që punonde gjatë natës, i diskutonim së bashku me Ilirin, me kolegët, dhe si duhet bërë, pra nuk kishte një kërkonde vazhdimisht ku është gjeologjia. Dhe unë me njeri thoshja, Ilir ti ka marrë një diplom në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minerave. Është pra kënaqësi dhe privilegj të flasësh për kolegun Ilir Buçpapaj, kolegun ton të paharruar, i cili, siç thash, nuk erdhi nga një vakum, nga një truall bosh, por ishte një nga të shquarit dhe kontributorët e jashtëzakonshëm të familjes së madhe Buçpapaj në median shqiptare. Iliri ishte një gazetar i kërkuar, ishte një gazetar i mirëpritur, ishte një gazetar i besueshëm, sepse Iliri i trajtonte realitetet e shqiptarëve në diaspor si realitete të lidhura dhe të pasgjithshme me fatin e vendlinjeve të tyre, me fatin e kombit ton, duke filluar nga historia, nga realitetet jetësore të ditëve të sotme dhe nga kontributet e tyre, sidomos të atyre që kishin kontribuar për luftën e Kosovës, kishin kontribuar për demokracinë në Shqipëri, sidomos, dhe për përparimin dhe progresin e vendit. Iliri ishte i ndjeshëm ndaj temave kombëtare, nuk ishte një zë minor, nuk ishte një gazetar në kuptimin e fjalës i një realiteti të zakonshëm. Ai realizoi një sër dokumentarësh të ciklet Bota Shqiptare, E duam Shqipërinë, cikël dokumentarësh për Kosovën, Trojet shqiptare në Maltëzi për plavën e Gucinë, duke sjell momentet më të rëndësishme të historisë e figurave patriotike në këto troje shqiptare. Unë e kam njohur Ilir Buçpapajn 2 herë. E para e kam njohur larg fizikisht, duke qenë se i kam përcjellur gjithmonë emisione dokumentare të cilat i ka realizuar Ilir Buçpapaj. Njohja e dytë, siç e thash, me Ilirin vjen direkt në disa aktivitetet të përbashkëta të cilat organizohen gjithandej gjeografisë shqiptare. Me Ilirin kemi bashkëpunuar shumë, domethënë në realizimin e emisioneve të ndryshme dokumentare dhe jo vetëm unë, por edhe një pjesë e konsiderueshme e historianëve të Kosovës që vinin nga Instituti i Historisë. Bashkëpunonte edhe me profesorë të tjerë. Pra, aftësia e Ilirit ishte që ai zakonisht piketonte ata historianë cilësor me kontributet të veçanta në shkencën e historisë dhe rrallë mund të gjejmë, domethënë, personalitete nga gazetaria, publicistika, të cilët maten me cilësinë e realizimit të emisioneve dokumentare, ashtu siç i bënte Ilir Buçpapaj. Gjatë luftës në Kosovë me 1999, Iliri së bashku me vëllain e tij, gazetarin e luftës Ismail Buçpapa, sollën 2 emisione direkt nga fronti i luftës në Koshare, në frontin e luftës dhe atëdheu në Tharret. Thirrja kushtrim, trojet dhe popullsia shqiptare në Kosovë në rrezik, në çdo kohë ka ngritur në këmbë të madhe të vogël. Bisha serbe me të gjithë arsenalin e vet ushtarak është turrur mbi popullsinë shqiptare anë kënd Kosovës. Masakrat dhe mizorit nuk kanë të sosur. Një popull i tërë i martirizuar. Përballë kësaj hordhie histerike gjakatare janë vënë bijtë e kësaj toke që i ka lindur nana e po i arrit pushka për trojet shqiptare. Si Orteku që merr për masa të mëdha gjatë rrokullisjes nga lartësitë e maleve, edhe radhët e ushtrisë shqirimtare të Kosovës nga dita në ditë po shtohen dhe konsolidohen. Vinë bijtë e saj nga mbar rruzulli, nga Amerika, Kanadaja, Australia, Zelanda e Re. I thërret toka mënd, i thrasin varret e të parëve me amanetin e tyre. Është toka jon, të parët na e kanë lanë. Në pranverën e vitit 98, kur doli në evidencë ushtria shqirimtare e Kosovës, kur padeshi papajt në Tropoj, u bën një qendër e rëndësishme dhe shënohen gjitha hartat dhe dilte në shumë emisione lajmesh
në të mbarë botën, edhe unë, si shumë gazetarë tjerë, pata fatin që ti ndjek nga afër në teren. Pikrisht në ato vite aq të stuhishme që ndodhen ngjarjet e Kosovës, unë kam realizuar shumë dokumentar, shumë emisione që ishin flak për flak. Kam qenë në frontën e luftimeve, qoftë në Pashtrik dhe në Morin të Kukësit. Vitet rodhen, pra njeri pas tjetrit, unë punova me kamerë, gjithsa erë viti 97, ku u pushin kushtet që unë të ndërtoja të ngrija një televizion lokal me forcat e mia, në që quaj televizioni i Baramcurit, pra që përfaqëson të gjithë rrethin e Tërpojës. Një përkraje të madhe morale më dha shumë Iliri në këtë rrugë, duke me stimuluar se është rrugë e mirë, është rrugë që është në shërbim të popullit, është rrugë artistike. Ky televizor pra i dha një ndihmë të madhe sepse ishte momenti që në 98-ën erdhën vëllezërit tanë kosovar, po shpërngulën pra me forcë nga Slobodan Miloševići, dhe ku Tërpoja i priti 25.000 kosovar për një vit rresht. Pra nga 98-a që filluan ato nga muaj maj, gjerë në muajin qershor të vitit 99. Në vitin 99, koha e solli që ushtria çlirimtare e Kosovës po zhvillonte një luftë mjaft të madhe për shërimin e Kosovës, dhe frontet kryesore pra që ishin të kësaj ushtrie ishin në zonën e Hasit, të Pashtrikut dhe në zonën e Tërpojës. Zonën e Hasit, pra të Pashtrikut, të Morinit, të Kukësit e mbuloi Iliri, ndërsa unë ngela në zonën e Tërpojës, në Koshare, në pjesë e Padeshit. Në atë kohë unë isha pra drejtori i televizorit, pronari i televizorit, njëkohësisht luaja dhe rolin e gazetarit të televizorit lokal të Bajramcurit. Kështu që ne të dy morëm pjesë në luftë për të pasqyruar realisht që në ditët e para të këtyre luftimeve të mëdha që po zhvilloshin nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Të gjitha filmimet që unë i bora në Koshare, Iliri i mori, i krijoi 2 emisione, pra zhvilluam 2 emisione gjatë kohës që zhvilloi lufta, ne dham në televizionin shqiptar 2 emisione televizive direkt nga fronti, të cilat luajtin një rol mjaft të madh si në popularitetin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, njëkohësisht edhe ndikimin e madh që dha në opinionin botëror. Pasi u dhanë të emisione, zëdhënësi i NATO-s, Gjibishea, doli në intervistën e tij dhe tha që ushtria çlirimtare e Kosovës është e fortë, është organizuar dhe po bën një luftë mjaft madhe. Nuk ishte rasti që morëm pjesë në këtë luftë, si Iliri ashtu dhone. Familja jonë në brezën e parë, po dhe gjyshi jonë kishte marrë pjesë në luftën kundër turqëve në qafën e Morinës në vitin 1910 dhe kishte marrë 2 plagë, babai dhe 2 xhetellarët ishin pjesëtar të luftës çlirimtare kundër nazifashistëve, dhe brezi i tretë i takoi Ilirit dhe mua që të merrim pjesë pra në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ndjej krenari që për vllajin tim Ilir Bushpapa, i cili gjatë gjithë kohës pothuajse u bëni prindi i dytë për mua, për motrën dhe për vëllezit. E falenderojmë komandantin e kësaj njësie që na dha dhe na mundsoi për të marrë fakte direkt nga fronti. Dhe ju urojmë suksese në luftën që po vazhdojmë. Edhe ju falenderoj ju, jeni televizioni parë shqiptar, pas disa gazetarëve individual që vijnë e frontit, flas për këtu ku ndodhen grupi jonë operativ, njësia jonë, se kështu quhet në term koduar, që vini dhe filmoni drejt për drejt nga fronti. Shumë falenderoj dhe urojmë suksese. Edhe nuk më befason që një Bushpap ka ardhur nga bota film. Çlirimi i Kosovës Ilirin e gjeti që në ditët e para aty, në mes të zjarrit dhe të hirit të kullave të Kosovës. Ai realizoi një sër dokumentarësh, Kosova, zogu i qiellit, që ndërtohet nga hiri i vet.
Dita e flamurit në kullat e boletinëve e shumë dokumentar të tjerë. Mbi 500.000 shqiptarë nga gjitha trevat e ish Jugosllavisë, pra nga Kosova, Maqedonia, Malizi e Megjer, u bashkuan për të shtrirë dorën e pajtimit njëri tjetrit në një moment sa delikat, aq edhe të vështirë për fatet e tyre. Kantën shqipta, por popën me drejtë, jo Kosovo, more shumë po vjekë, idet mëdhare, ola historia, voret hapura, more me përshpia. Dhe qoftë falë gjaku i ti mbir o burë, të lumë të burë, qofsh faqe bardhë. Kush ma fali, o gjakun sa i stime, plag me fikom, kalan pas shpine. Në qershorin e 99-s, unë kam hyrë në Kosovë, një mollë e ndaluar, për mua si për qindra shqiptar, ishte Kosova. Unë në Kosovën e kisha parë nga lartësitë e Padeshit, Ujizës, nga Guçani, apo nga maja e Pashtrikut, nga qefa e Prushit dhe Morinës. Por është ndryshit ta shikosh nga larg, ndryshit shikosh Gjakovën dhe ato hapësira, ndryshit është ti i përjetosh dhe ti përcjellësh ato. Qendresa dhe komi shqiptar ka një forcë e një vitalitet të jashtëzakonshëm. Qershori dhe korriku i 99-s ishte i dhimbshëm dhe shumë prekës. Kudo ndihej erë baruti, kudo ndihej erë shkrumi. Kosova ishte pothuaj sidomos në mënyrë të veçantë, rrafshi Dugagjinit ishte kthyer teri në shkrum. Pata rastin që ti ndjek edhe zbulimet e varreve masive, qoftë në Krusht Madhe, qoftë në Celin, apo në Pej. Por që në ditët e para të qershorit të atij viti, pash varganin e madh të njerëzve që ktheheshin përsëri drejt votrave të tyre. Një dukuri interesante që brenda një periudhe shumë të shkurtër u kthyi teri në Kosovë. Nëse më lejohet të shpreh në mënyrë të figurshme, i ka lind nana e ka rrit pushka për shërimin e komit tyre, që mitologët i thonin rrakaç, që ishin aq të fortë dhe nuk frikësoheshin përballë këtyre situatave, kthehen kaq të butë, kthehen aktor, kthehen në punëtor të gjitha sektorëve tjerë. Në ditët e para pra të pranverës, ju ishit sërish në Kosovë dhe pas i keni ofruar shpesher publikut që na ndjek materiale të shumta nga lufta, vim tani me pamjet më të freskëta nga Kosova sot. Kudo në Kosovë ndihej era e shkrumbit, varre masive, pështjellim, por në sytë e njerëzve frymonte dëshira dhe optimizmi për të ardhmen. Dita e shpalljes së pavarësisë Kosovës më 17 shkurt 2008 e gjeti Ilirin plot gëzim e emocion në mesin e Gjakovës e të Deçanit. Ai realizoi dokumentarin Agu i Lirisë. Ilir Buçpapaj, krahas shumë tematikave, ka realizuar me 10 dokumentar për natyrën shqiptare që nga jugu në veri. Kosova është zgjuar në kremten e festës së shumëpritur të pavarësisë. Agu i kësaj të diele lirie do të ndriçoj udhën e brezave të sotme të ardhshëm të kosovarëve në përshekuj. Me këto ndjesi krenare, kemi shkelur tokën e paqët të Kosovës. Dallgë shqiptare në Amerikë ishte cikli dokumentarëve që i realizoi plot emocion. Për rreth 20 vite unë kam realizuar shumë dokumentar, kam realizuar një cikël të titulluar Dallgë shqiptare në Amerikë. Dhe unë kam njohur pothuajse njerëzit ose figurat kryesore emblematike në qytetin e New Yorkut, që është qendra kryesore e shqiptarëve, por edhe në Detroit, edhe në Boston, edhe në Washington,
Chicago e tjerë. Aty, pra unë ku jetoj dhe banoj në New York, është një ngrohtësi, por është edhe një jetë që e ndjen veten sigurie në Tiranë. Mua më pëlqente për cilësitë e tij si malsor i tropojës, një malsor i butë, fjalë ëmbël, shumë miqësor, shumë i afrueshëm. Dhe papërtueshmëria për të bërë punë me cilësi. Ka një shprehje që njeriu i hahet fjala dhe për atë mbahet mend. Ilirit i hahet fjala me të vërtetë. Dhe ai ka mbetur në kujtesën tonë që e njohëm, ka mbetur në kujtesën e të gjithë atyre me të cilët ai punoi, si njeri me shumë vlera, si njeri që la gjurmët e tij të pashlyera dhe që nëpërmjet atyre do të kujtohet gjithnjë. Çështja kombëtare kishte prioritet dhe bisedonte shumë, bisedonte për opsione të ndryshme, për finalen e bashkimit kombëtar që e kishte ëndër. Iliri pse dona dhe unë dëshmoj me faktin se amaneti i tij ne ishte që kurdo që të vdes me varrosën në Shqipëri. Iliri më mungon çdo ditë, e kisha shok zemrës. Puna dhe vepra e Ilirit besoj se mungojnë gjithë shqiptarëve, sepse ishte njeri me potencial që ka mujt jep ende për kombin. Amerika, si një ëndër e largët dhe e bukur, i ka ndjelur prej kohësh shqiptarët. Gjaku shqiptar ka ecur drejt ëndrës së magjishme të demokracisë amerikane, duke ka përcyer Atlantikun që në shekullin e 19. Niseshin drejt kontinentit të ri me shumë dëshira, por edhe me shpresa të mëdha që Amerika u shpërbleu. Pas një pune të gjatë, plot 37 vite, në televizionin shqiptar, Iliri del në pension në vitin 2017. Një njeri që i linën për gazetari, i linën për punë, do të shumë këtë profesion, i bate 3 punë gjatë javës, 3 punë. Për mu Iliri, me të ashu i qeshur, i shkallët, ashu kam qef të asho, në menjen time, dhe ashu do të kujtoj gjithmonë një njeri tepër aftë, një gazetar, i jashtëzakonshëm, që diti të i thojtë vërtetat me zyrësi. Ilir Buçpapa ka qenë një nga gazetarët edhe njerëzit më të mirë që kam njohur në karrierën time. Normalisht ishte, të themi, personifikimi i njeriut që e kërkonte kudo subjektin dhe punën. Ilir Buçpapa shkonte për të filmuar i vetëm, sepse i përdorte edhe kamerën vet, ishte edhe gazetar vet, dhe të themi edhe shoferi për të kompletuar një grup xhirimi, domethënë ishte i vetëm që punonte për 3 vet dhe gjithmonë kërkonte vështirësinë në terren, sidomos në terren. Unë mbaj mend që Buçpapën ma kanë kërkuar ose më kanë çuar të fare për të edhe në xhirime që ne kemi pasur në trevat ndryshme shqiptare, themi në Kosovë, mbaj mend kullën e buletinëve, apo në Maqedoni, në Shkup, edhe atje domethënë më kanë pyetur si është Ilir Buçpapa në kohën që ai jetonte, sepse ne kemi bërë një dokumentar me Ilir Buçpapën, do na i çosh të fala. Buçpapa do mbetet padyshim në një vend veçantë në historinë radio-televizive shqiptare, jo vetëm të radio-televizionit shqiptar, por në historinë radio-televizive shqiptare, si njeri që shkeli kudo ku jetojnë shqiptarët tuajse dhe një njeri që nuk mund të rrinte pa bërë një diçka të bukur në një kohë sa më të shpejtë. Po në këtë vit, ai u shpërngul familjarisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po nuk e ndaloi punën, realizoi edhe dokumentar të tjerë. Krahas punës plot pasion, i kushtoi rëndësi të madhe familjes. Iliri me bashkëshorten Drita rritën 2 fëmijë, Kreshnikun e Dardanën, plot edukat dhe i arsimuan në shkollat larta. Kreshniku, që në moshën 16 vjeçare, ndoqi rrugën e bukur të operatorit, duke arritur brenda pak vitesh të ishte në ajkën e operatorëve më të mirë të vendit.
Fillimisht punoi në televizionin e Shijakut e pastaj disa vite në Top Channel. Mbaroi në New York Akademinë e Filmit. Iliri ka 3 nipa dhe 1 mbes. Djalit të Kreshnikut i ka dhënë emrin Iliri, emër kuptim plot, kron, vazhdimsi e jetës. Ilir Buçpapaj mban disa tituj nderi, si qytetar nderi i Devollit, Kelmendit, Tropojës. Ka shumë çmime dhe vlerësime nga organizatat gazetarëve në Shqipëri, në Kosovë, Maltëzi, Maqedoninë e Veriut e tjera. Është nderuar si dokumentaristi më i mirë shqiptar në vitet 2000, 2015 e 2017 nga Bordi Ndërkombëtar Nacional Media Group dhe gëzon statusin veteran i ushtrisë shërimtare të Kosovës. Është dekoruar gjithashtu nga presidenti i Republikës me titull Mjeshtri i Madh. Ilir Buçpapaj mbylli syt përgjithmonë në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 23 janar të vitit 2022. Për 40 vite me radhë, ai nuk e pa Shqipërinë nga dritarja, por nga plukuri i rrugëve, nga era e maleve, nga zëri i njerëzve. Ai eci në çdo pëllëm tokë shqiptare, me kamera në supe, kërkoi historinë, luftrat, plagët, krenarit, figurat që mbajtën gjallë kombin, këngët që nuk ushuan kurrë dhe rrënjët që s'u këputën kurrë. Unë jam Ola, jam nusja e Kreshnikut, e djalit e Ilirit. Nëse do zgjidhja 2 fjalë të përshkruaja gjyshin, ato do të ishin fjalët fisnikëri dhe dashuri. Dhe jo fisnikëri dhe dashuri që thuhet, por fisnikëri dhe dashuri që ndjehet. Në mënyrën si trajtonte njerëzit, në mënyrën si fliste, në harmoninë që sillte në familje, në harmoninë që sillte kudo që shkelte. Ai nuk rreshti kurrë së punuari, nuk rreshti kurrë së menduari se si të bënte dokumentare të tjera, të bënte evente të tjera dhe nuk pushoi asnjëherë. Pasioni i tij për profesionin, për familjen, për shoqërinë dhe për jetën ka ngelur përjetësisht në zemrën time. Kur unë ju bashkova kësaj familje, gjyshi më pranoi në këtë familje si një pjesë e saj, jo si një njeri i shtuar, jo si thjesht nusja e Kreshnikut, por si një bij e tij e shtuar. Dhe kjo ndjenjë do ngeli me mua përjetësisht. Gjyshi ishte një njeri i rrallë, la një vend të pa anë në familjen tonë. Ne e kujtojmë gjithmonë, në mënyrën si flasim, në mënyrën si e përkujtojmë, edhe në mënyrën si jetojmë. Ai nuk do të harrohet asnjëherë mes nesh. Unë ndjehem te i mase me fat, që arrita ta njoh gjyshin. Dhe ai do jetoj brenda meje sa të jetë jeta. Ai ka pas një lidhje shumë të ngushtë me njerëzit e vet. Halili ka qenë një vëlla, një shok, ka pas Skanderin, Mujn, Smajlin, Avnin, gjithë ka pas një motër, vetëm një motër të mrekullueshme, nan e bab, që unë nga një anë më vjen mirë që se pa në vdekjen e tij, sepse ka pas një lidhje shumë të ngushtë me nanën e vet, me babën, të cilët kanë vdekur përpara. Erdhën në Amerikë, tek djali, e deshi shumë këtë vend, ra Covidi dhe Iliri iku, kalon një bashllak të jashtëzakonshëm në familje, në fare fis, në gjithë njerëzit që i ka dashur, sidomos të një jeni që ka dashur shumë, mesën e vet, të 2 nipat e vet, të vajzat e djalit, të gjithë fare fisi. E kam pas shok më shumë se sa bashkëshort, kem bo një jetë mrekullueshme, kalon shtëpinë plot, kalon nipa, kalon mesën, kalon plot shtëpinë, djalin të martuar, vajzën, gjithçka kalon në rregull. Iliri u nda nga kjo botë, larg në New York, por zemra e tij nuk e la kurrë atë dheun, tropojën e rrëtëshën. Amaneti ishte i thjesht, por i madh sa mali. Më ktheni në vendlindje. Sipas amanetit të tij, të lënë nga vetë Iliri, trupi i tij do të varroset sot
në fshatën e tij të origjinës, në të plot të Tropojës. Sot ai prehet në tokën që e lindi dhe e rriti në Tropoj, aty ku ajri është lutje, ku mali flet dhe shpirti gjen paqe. E ne e dim, Iliri nuk është larg, ai është në parajs, në qiell dhe na sheh. Qyteti i Bajramcurit, emër që frymon si një psherëtim, qytet që mban në gjoks një zemër të plagosur nga malli. Në rrugët e qytetit ende ecën hija e Ilirit, si një varg që nuk mbyllet, por malli njeh vetëm mungesën. Tropoja nuk është vetëm vendlindja e tij, është zemra ku Iliri fle, por nuk largohet kurrë. Dhe sa herë kalon në rrugën e këtij qyteti me emrin Ilir Buçpapaj, ndalu një çast. Dëgjo, sepse në heshtje ai ende thot: jam këtu.